As një premtim që ka dhënë Albin Kurti nuk e ka përmbush deri në këtë moment. Krejt mashtrime, rrena me një fjali del, edhe arsyeton edhe populli kënaqet. Opozita nuk merr gur e flak me kallë parlamentit. Qyren veri të ka izolu bota dhe thojnë kur gja nuk është. Kur gja nuk është sankcionet, po qysh nuk janë sankcionet kur gja për Kosovën ka që varfër që është. Fajtore kryesor e llogaris e Vjosa Osmanin që Albin Kurti e ka këtë fuqi. Aja mundet 5 vjet me kanë qatë presidente, po historia këtë gabim s'ka me ja falë. Po për Albinin, që po mendon për kocillit heshtën kina? Gjithë këto skandale, që për çdo 2 ditë, mos tham për një ditë, çdo 2 ditë po dalin aferat, skandalet më të mëdha që Kosova i ka pas. Ju si gazetare dini për afera Pronto. Atë që madhe, atë që bujt madhe është bo, sa që krejt Kosova u marrë me ato. Edhe zgjedhjet i fitun edhe këta, edhe në bazë edhe të asaj. Mi krahazu me këto skandale tjera, me këto afere. Afera Pronto jetë zero. Afera Pronto u konë, o filan, shtiman pun filanin. Që su konë ndonjë dëm i madhë. Këtu po del ministreja, të bo presion zyrtarit vetë me nënshkru, me shku miliona për mallra që s'kan ardhë. Para me ndone. Nuk ka mo thashe thane këtu, që mos me besu, sepse po njihet ministreja. Da me thonë, mos ta përmenëm tash Mimoza të fol me Radojqiqin, kur ka fol Mimoza, Radojqiqi u shpall kriminal, edhe në ngrata pe Amerike. Nuk është si Ramushi kur u taku atëhere, e sytë kanë dash me janë zi Ramushit pse e taku. Por tash është ajo shpall. Biseda e Mimozës është mas shpalljes kriminal të atina. Që mas shpalljes kriminal ajo zgudzon kur kush as me fol me ta. Edhe kryeministri hesht, edhe jo që hesht, po i mbron, njërat ndryshme, i mbron këto skandale, kjo është absurde, kjo në nuk muj me kuptu këtë veprim të Albin Kurtit. E përmene pak ma herë që është jenë Pronto, që u bo shumë e madhe. A menon që edhe në rastin e përgjimeve tash që dëllën nashta ishtë dasht opozita mu aktivizu ma shumë? Ka menon që ishtë dasht me bo opozita? Po, pa tjetër, ndëgja. Opozita nuk mundet me bo protesta që shka bo vetë vendosja. Opozita nuk merë gur e flak me kallë parlamentit, sepse opozita e ka formu shtetin, dhe opozita nuk e kallë shtetin. Por, protesta paqësore, absolutisht jam, edhe u dash me bo. Sepse vetëm ashtu, Albin Kurti e she frigën ndoshta, edhe nalit për këtyne skandaleve, për këtyne e friga. Mirë po, unë jam të habit me dhe dijet popullit. Pse ky popull nuk i sheh këto skandale? Pse ky popull ashtë madhe ka bo afera Pronton e nuk e ban vjedhjen e milionave, që në dhonë parët e mallit së shkurkon. Këto mashtrime, qyren veri, të ka izolu bota, dhe thojnë kur gja nuk është. Kur gja nuk është sankcionet, po qysh nuk janë sankcionet kur gja për Kosovën, ka që dvarfër që është. Këtu janë 2 lloje, do nuk e din, e veç ja futin katë që ashtu, do e din, po nuk i leni nati, sepse mendojnë që çka të thot Albini, ashtu duhet me thonë. Albini me thonë që tash po bjen borë, ata thonë po. Qaq nivel ka shku që menduria këtij popullit në besimin e verbër që ka për Albinin. Edhe kjo është për analiza. Ti nëse ja ke dhënë votën, me krejt ato premtimet që ka premtu, të ka mashtru, edhe hajtë të provoj edhe qëta. Po prej momentit që ja ke dhënë votën, ai qytetar duhet me këshyre. Ti ka përmbush ato premtime ajo? As një premtim që ka dhënë Albin Kurti nuk e ka përmbush deri në këtë moment. Krejt mashtrime, rrena me një fjali del, edhe arsyeton edhe populli kënaqet. A e shifni, nuk merren çka u bo skandalit në përministri, skandali me Mimozën, por pse po na i publikon ti? Na lejoni neve të vjedhëm, po ju mos ne publikoni. Po puna e gazetarëve juve që ajo është, për që ta paguni, dhe aty një që ajo ju dhem, para mendoni, deri aty ka shku absurdi i kësaj qeverie.
sigurisht s'do t'y vjen, po unë përmeni një fakt që ka fuqizu. Fajtore kryesor e llogaris e Vjosa Osmanin që Albin Kurti e ka këtë fuqi. Se ka mujt me kanë partia më e parë, po që të fuqi që e ka, 51%, kur s'kishte me pas, si kur Vjosa Osmani mos ta trathej ke shpinë e vetë, LDK-n, që u rrit, ka bo emër, e propozon për kryeministre, edhe në fund ja kthej shpinën, edhe ja dha një fuqi, një anëmikut, për betum të LDK-s, edhe u bo me ta dhe ja dha këtë fuqi. Kjo, aja mundet 5 vjet me konë që atë presidente, po historia këtë gabim s'ka me ja falë. A menon që Vjosa mundet me përmirësu? Mundet me pas guxim. Normal, Vjosa u këndasht në moment që u përjashtu ushtria për ushtrimeve me Amerikane, me ndërkombëtar, u këndasht me ngrezarin. Në moment që ju ndalë saksionet, u këndasht me dal edhe me thonë stop Albin se nuk shkon kështu. Por su dal kur për kur gja, se s'guxon. Se është në gjendje Albini edhe me rëzu ato, me hjek me njëherë për presidente. Mënyrat ndryshme. Prandaj, gabimin, historia, në te kupton edhe presidentja, historia s'ka me ja falë. E as lëtë e mi, që kanë rrjedh për gëzimit, kër u bo për kryeministre Vjosa Osmani, angazhimin ton, me mishë me shpirë për me bo kryeministre, me lëtë për gëzimit, nuk kanë me ja falë Vjosa Osmanit. Qka të banë Albin Kurti? Mu nuk më shgënjen. Se kur s'kom prit që ka me bo diçka mirë. Jo që 2-3 vjetë, po që pej 97-ës. E saksisht, prej momentit që u konë në burg edhe u lëshu për i burgut. E mënyrat e dyshim të aqysh u lëshu për i burgut. E kur u lëshu e për i burgut, kunder Rambujes. E kunder pavarësis, që ju kanë mytë që këtu, ju kanë mytë 2 vetë, që u dalë protest kunder pavarësis. E tjerat, kunder gjdo ideje amerikane që u konë. Gjithmonë unë e kum ditë edhe s'kum besu në Albin Kurtin edhe kum ditë që s'ka për tina kur gjë. Por mu po më zhgënjen kë popull që s'pe kupton mashtrimet e tina, që është teper let mi kuptu. Aq naiv me konë se mashtrimet e tina duhet. Kush është ky njeri që është kundër çdo ide amerikane? I vetmi politikan që çdo ide amerikane i ka thonë i jo. Atëhera duhet qytetari me qitë gishtin e me thonë kush është ky njeri. Po thirrën sovranitet, po thirrët që kemi drejt. Po, në disa raste edhe ka drejt me bo një veprim. Po ti si kryeminist duhet me ditë që pa Amerikën, pa koordinu me ta, pa të thonë leje Amerika nuk mundesh me bo ato. Atëherë kur e din që s'mundesh me bo, pse po hyn e me po jetë lug, tona i po duhet mu zbraz. Edhe për këto arsye, erdhen sankcionet. Tash, çka boni me zgjedhjen atje? Apo duhet mi zgjedh apet? A shef që s'ka bo kur gjatë? A ki frikë që kam u bo prap kryeministër? Edhe a mendon që kam i marrë prap pas? Me që të vedije që e ka që kë popull, kam frikë, veç po besoj një, që nuk kam i marrë 50, mundet mi marrë dhe në 30, po asë një parti politike s'ka me shku me ta. Në gjdo parti politike që shkon me ta, tu e ditë që ka boni, edhe tu e ditë që Albin Kurti për mu është rathi, për vendin. Mu po më dhem vendit që po shkon brapa. Shiko, edhe 10 vjetë, veç ku ka qenë veriu, nuk mundet me arë. Kena me investu miliona, kime shku me vite të bisedu me ndërkombëtar, edhe s'kime mujt me ardhë Kosova, veç ku konë. Po thirët një flamur që e ka ngrit e perun me polici. Po ngritet me shato. A pe harrën që ato nestra ta hjekun. Qa ke bo? S'ke bo kur gjatë 2 mujt dit e ke mojt atë flamur me zërë. A 600 polic sërbë ta kanë mojt flamurin që ty, e kanë qunë shpit tyne të familja. E kanë pastru gratë tyne familjes, e kanë hekuros qatë flamur. Nuk po thamë që u konë integrimi plot në veri, po u konë dhe i dikon një integrim. Dhe kjo dasht mi majt ato premtimet që i ka dhonë, që ka me bisedu me Sërbë, dhe veriut,
dhe me integru edhe ma tepër veriu, me ju dhonë siguri edhe ma tepër, se ndryshi nuk shkon veriu, nuk marrë veriu. Na kena qef me më krej shqiptarë edhe në verije, me pas sovranitet atje, me pas fuqi, pas munësh, se ato është një shumicë sërbe, dhe sa është një shumicë sërbe absolute, ti s'munësh me shqiptarë me udheq atje. Qito fjallë, që po ja thamë juve jam në gjendje, pa frikë, pa kur gjam me ja thonë edhe në debatë edhe që të me taku edhe atje. Pse s'po raj, pe të regoj realitetin, mu ma ka vështërsu jetën 200% prej që ardha Albin Kurti atë. A ka thonë ka me rritë pensionet, a i ka rritë. A ka thonë rogat, nuk i ka rritë. A ka thonë ku me ullë gjdo të shmim të i përmen kretë. A i ka zbrit apo ju në gritë. Qa ka bo kë? Se ka bo një shkollë, se ka bo një qerdhe, se ka bo një metr asfalt, tek qitash. Ja ka njës pak, i ka lëshu do të ndera sa me vjedh Hysen Durmishi, me rrugë për dujeves atje. Do me thosë s'ka bo kur gja. Edhe e si qytetarës duhet me pas frikë. A i mundet me dalë edhe me mësullmu dikush për atyne. Edhe pritet ja, përshë që apo ndodhin sa kërcnimet, a e pe Avdullah Hoti, që ja kërcnune, Ganimet e Musliune. Edhe tjetra, gjdo kryeministër që u konë, nuk ka bo aq mirë sa kanë mujtë, po kanë bo diçka. Që unë e për ta marrë shembull një kryeministër që unë s'jum konë me ta, që mos me thonë mi marrë shembull do kryeministra që i adhuroj une, po që nja që s'jam me ta, Ramush Haradini, po ka bo disa të mira që nuk do të mi harrue. Ka bo ligjin për Prishtinë, ka bo ligjin për Trepç, e ka bo ligjin e ushtrisë. 3 herë i ka thonë ZRS zgudzon me rritë rrymë. Që? Edhe Albini me pas punu qito, në kësha thonë bravo për qito. Nuk është që ja kaminati diçka, po s'ka bo kur gja, krejt ka marrë. Shtira është miron fija Albini që ka synon. Ideologjikisht, unë e kum ditë që këmë ndërkombëtar kur s'mundet me shku për para. Kjo është një politikan, një lloj politikani i diktatorëve që ka qenë Enver Hoxha, Hitleri, hajde mos ta përmeni Miloševićin se po thojnë me nehere, po të qesin në tonë. Po dhe Milošević i ka marrë edhe po thirën 50%. 70-80 i ka marrë Milošević. 90-100% i ka marrë Enver Hoxha, diktatorët. Do të thotë, nuk e kanë mirë edhe populli ka njëherë edhe kur votojnë me shumicë. Këti ja dhanë votën të shpresu. Hajde të provojmë edhe qita. Por nuk mundet a i me thoni ku marrë 50%, a mbi 50% edhe tash mos me bo asnjë punë të mirë për Kosovën. A i duhet qatë 10% me ja kthy me të mirë, me punë, me rritjet rrogave, pensioneve, me projekte, ato që ka premtu, mos me punësu të vetit. A di që theke, parë kusherit tezet ndarsma, gjithë këtë sot i kjetë tezet e nipat e tyne. Da me thonë, gjithë që ka premtu, ka mashtru. Edhe nja, a e din nivelin i vetmi politikan, që e din nivelin e kësaj populatë është Albin Kurti. Zaten a e ka dhe në program, edhe ka thonë, 25% janë analfabet funksional. Ata duhet me bo propagandë, me rajtë se nuk din me dalu e të vërtetin, edhe qato pe vepranaj. Edhe populata nuk pe kupton mashtrimet e tina, edhe aj me qato pe shty. Deri një moment që, do shta do të vjen një moment që do të kuptojnë mashtrimet e tina, por do të zhvon për Kosovën. Duhet edhe 20 vjet me investu në Kosovë me ardhë ku jemi.